dhe Nagasakur. Dhe kjo do jetë ajo faza që paraqet rrezikun kulminor. Zoti Bilali, raketat hipersonike iraniane dhe ndërhyrja e SHBA-s nga ana tjetër, a mund të përfshin të gjithë lindjen e mesme? Po, rrezet e veprimit të raketave jo vetëm balistike, por sidomos ato hipersonike, Fatah 1 dhe Fatah 2, janë perimetër që godasin Izraelin. Po, më rrezikshmja në këtë rast është Khabar. Kjo raket 4, Khabar 4, është provovimi më i ri i Iranit, më duket në vitin 2019. Dhe mendoj që do kemi situata të rënda për të dyja shtetet. Edhe pse kanosja dhe kërcënimet se do zhduket Teherani dhe do zhduket Tel Avivi tregojnë qarta që të dy vendet janë para një rreziku shumë të madh. Por potenciali i raketave iraniane mund të them që është problematike për të ditur komplet se çka kanë në arsenalin e tyre. Por mendoj që përparësia e Izraelit ka qenë shërbimi i Mossadit me aktivitetin brenda në Iran dhe aviacioni. Do thot përparësia e Izraelit ku qëtën. Dërsa Irani shifet që ka supremacion në raketat balistike dhe sidomos ato hipersonim. Dhe këtu është komplet problemi që fitus të dilet ndonjëherë palë është problematike. 4 valë të goditjeve të mëngjesit të sosh kanë qenë në objektiv në Tel Aviv dhe spitali Soroka në Beersheba. Kjo flet shumë që do kemi tash një kur të goditje të Izraelit dhe pastaj mund të kalojmë në fazën tjetër që goditjet mund të jenë të dhëmshme si nga njëra po ashtu edhe nga pala tjetër. Por ajo që është ma kulminacioni në këtë luftë, me duket se dita 7 do jetë goditja amerikane nga B-52. Se rrezikshme do të ishte kjo goditja amerikane, zoti Bilali, pra ndërhyrje e SHBA-s, kur nga ana tjetër kemi edhe një Khamenei i cili është i vendosur pra për të mos u dorëzuar? Po është ai mesazhi i Trumpit pa çfat. Por mendoj që shifni, zonja Zedili, edhe në kohë lufte kemi luftë speciale, propagandë dhe aktivitete të cilat dëshirojnë të friksojnë kundërshtarin. E njerëz apo palës tjetër. Dhe mendoj që edhe nga pala iraniane kemi sforcim të fjalorit, por rreziku qëndron në atë që eskalimi i një lufte të tillë me kapaciteti të mëdha raketore ose goditi nga potenciali i arsenalit amerikan mund të sjellë situata të papritura. Qartë. Mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur tashmë sepse jemi në fund dhe për të kaluar më pas në pjesën e dytë. Pyetja ime e fundit është se pse po e luan Trump tashmë këtë lojë? Mund të jetë kjo një taktikë pra për të forcuar edhe pozitat e tij politike dhe për të shfaqur si një lider i vendosur? Po, shefne, janë dy fuqi në lindjet e mesme. Është Irani, Izraeli, të cilët kanë një
një situatë mund të kanë një kapacitet të cilën mund të sjellin dëmin për çdo vend. Dhe mendoj që situatat e tilla, nga se kemi klasë tjetër, nuk kemi konflikt mes Hezbollah dhe Izraelit apo Hamasit, por kemi një situatë krejtëndryshe. Do thotë janë dy fuqi regionale, të cilat mund të them drejtën, ndeshjen e tyre nuk mund ta parashikon askush. Mendoj që Irani në region ka përdorur proksin e tij, i cili është dobësuar në Liban, Hezbollah. Po ashtu ramja regjimit Asadin dhe Siri, por edhe grupet e milicisë e Hezbollahut në Irak dhe Huthit në Yemen. Të gjitha këto në rast të sulmit amerikan mund të aktivizohen dhe mund të ketë një mobilizim për një kundërpërgjigje që mendoj që nuk mund të jetë kush e di sa efektshme. Mirë po, mendoj që të dyja palët e kanë shansin që të gjejnë një rrugdalje, edhe pse është e vështirë, sepse të dyja palët luftojnë për krenarinë e tyre. Dhe besoj që do të jetë, mund të them, lufta e shekullit, e çerek shekullit të 21, e cila do vendos edhe për të ardhmen e Izraelit, por edhe të Iranit. E qartë. Mirë, zoti Bilali, kemi arritur në fund. Falenderoj për informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kaleni mirë. Kaleni mirë. Mirë, të nderuar teleshikues, ne do të shkëputemi për pak dhe më pas do të lidhemi me një tjetër të ftuar për diskutuar mbi këtë temë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish pra për diskutuar në këtë pjesë të dytë mbi konfliktin që po ndodh tashmë dhe mbi zhvillimet e fundit midis Izraelit edhe Iranit, dhe sigurisht për diskutuar mbi këto zhvillime kam të ftuar në këtë pjesë të dytë në lidhje direkte zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes. Përshëndetje të nderuar. Zoti Elezi, për të filluar bisedën së bashku, fillimisht do të ndjekim një insertë dhe më pas do të rikthehemi për diskutuar. Rusia ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të mos ndërmarrin asnjë ndërhyrje ushtarake ndaj Iranit, duke paralajmëruar se një sulm i tillë do të destabilizonte seriozisht lindjen e mesme. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov, në një prononcim për Interfax nga Forumi Ekonomik i Shën Petersburgut, deklaroi se futja e SBA-ve në luftë do të destabilizonte rajonin. Ky do të ishte një hap që do ta destabilizonte rrënjësisht të gjithë situatën, tha Ryabkov, duke u referuar ndërhyrjes amerikane. Tensionet mes dy vendeve janë shtuar ndjeshëm pas sulmeve të Izraelit ndaj infrastrukturës bërthamore të Iranit, për të cilat Rusia ka shprehur shqetësime serioze. Zëvendësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, tha për Reuters, po goditen objektet bërthamore, ku është i gjithë komuniteti botëror, ku janë ambientalistët, nuk e di nëse mendoj se janë larg dhe kjo valë nuk do t'i arrijë. E po le të lexojnë se çfarë ndodhi në Fukushima. Sipas saj, edhe Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike ka konstatuar dëme specifike. Ndërkohë, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme ruse, Sergej Naryshkin, vlerëson se situata është kritike. Edhe pse Rusia ka nënshkruar një marrëveshje strategjike 20-vjeçare me Iranin në janar, ajo nuk ka detyrime ushtarake ndaj Teheranit. Nga ana tjetër, lidhjet me Izraelin janë përkeqësuar pas luftës në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin ka ofruar ndërmjetësim për zgjidhjen e krizës, një propozim që nuk është pranuar zyrtarisht nga palët. Mediat raportojnë se Putin ka folur me presidentin amerikan Donald Trump, i cili është shprehur i hapur ndaj ndërmjetësimit, por ka kërkuar dorëzim pa kushte nga Irani. Në SBA, një burim i afërt me diskutimet e brendshme thekson se ekipi i Trump po shërton mundësinë e bashkëpunimit me Izraelin për të goditur objektet bërthamore iraniane. Mirë, zoti Elezi, kemi një paralajmërim nga Rusia për destabilizim total për atë lindjes mesme. A do ta frenojë kjo vendosmërinë e SBA-s për sulmin, edhe çfarë synon Rusia nga ana tjetër pra me ndërmjetësimin e Putinit? E nderuar, Rusia ka vetë aksioni i saj për të përfshirë në konfliktin me Ukrainën. Kërkon të relativizohej atë peshën dhe ngjarkesën e saj, pikërisht duke adresuar momentin e një konflikti i ri.
një aleat strategjik të vetën që ka një marrëdhënie prosperiteti, por të mbështetjes, por vetëm mbrojtjes ushtarake në zgjedhjet në Iranin, dhe nisur nga përshkallëzimi i këtij konflikti, pikërisht në ato që u përmendëm bërthamore, ngre situatën e alertit për të gjithë opinionin publik, aktorë dhe faktorët, madje edhe implikon edhe ambientalistët me atë retorikën. Është një betejë edhe psikologjike për të ngjallë edhe interesin e vetë presidentit Trump, i cili ka një qasje pragmatiste dhe një lloj fleksibiliteti në marrëdhëniet me Rusinë, nisur nga fakti që qëllimi kryesor dhe shqetësimi kryesor është Kina dhe vetë retorika dhe përgjigje e zotit Trump ka qenë e tillë saqë i ka kthy përgjigje zotit Putin që ti shmberu me punët e tua dhe larg vëmendjen nga ky konflikt. Është një sinjal dhe një përgjigje e thënë në mënyrë drejt. Por gjithmonë reagimi i SBA-s nuk do jetë psikologjik dhe do të jetë në dorën dhe e presidentit, sepse vendimet për sa i përket vazhdimit luftës për shkallëzimin e saj është në vullnetin e shumë struktura vendimare që nga Kongresi, Departamenti i Shtetit dhe nuk është në fat në dorën e një personi, pavarësisht qasjeve personale nga një duke që ka presidenti të Trump, por në planin real bëhet një analizë gjithë këtyre kërcënimeve dhe rreziqeve brenda sistemit marrëdhënie ndërkombëtare dhe mendoj që zoti Trump do ta shfrytëzojë më së miri në interes të mbrojtjes të interesave të saj strategjike të Amerikës, ato janë primare pavarësisht se ato si shfaqen këto zhvillime në terren dhe nisur nga kjo do bëjë maksimumin që të përfitojë nga kjo situatë në mbështetjet e Izraelit dhe duke testu pikërisht edhe kanë edhe kundërshtarin kryesor Iranin, por nga ana tjetër e largon nga Rusia, duke i treguar, duke dhënë atë përgjigje të cilët tashmë Trump e ka Qartë. Ja ka përmend. Ndërkohë Rusia këtë ton çfarë ta shfrytëzoi për interes veti për të relativizuar pikërisht ato që thamë. Zoti Lezi, nga ana tjetër, ky ndërmjetësim që ofron edhe presidenti rus Vladimir Putin, a është një përpjekje për të fituar terren gjeopolitik apo një lëvizje për të mbrojtur këtu pra dhe interesa strategjike me Iranin? I nderuar, janë të dyja bashk, mendoj që zoti Putin në situatën që ndodhet që ka humb disa beteja gjeopolitike të saj geostrategjike me parasysh që ndodhet së fundi me Sirin, një humbje e radhës si kjo Iranit do të adopsonte më shumti Rusin dhe kjo mundohet që të reagojë dhe të ndikojë pikërisht në këtë situatë dhe përmes kësaj ndërhyrje kërkon çfarë të rifitoj pozicionin e tij dhe ta konsolidojë atë në kuptimin e dobësisë që shfaqet si terren, si në këtë situatë dobësuar të Iranit, në sensin e asaj që ai që po përjeton, dhe tenton të luajë një rol në balancuesit dhe ndërmjetësuesit apo të ofrimit këtij shërbimit, edhe për të dalë me një të shfaq profilin e tij si një aktor i rëndësishëm vendimars për sa i përket sistemit marrëdhënie ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër tenton të shfrytëzojë gjithë konfliktet që ndodhen në Anembana, ke parasysh ato që ishte në Gaza në lindje mesme, po së fundi edhe këtë në Iran, ku për shkak të specifikave marrëdhënieve, po themi karakterit strategjik që ka, është i detyruar që ta bëjë, që mos ta humb këtë terrenin e saj gjeopolitik dhe një partner të rëndësishëm, të cilit ndjeshëm do të ndikojë në gjithë aspektet e saj, si fuqi politike, diplomatike, ato të çështjeve të sigurisë, por mbi të rëndësishme gjeostrategjike, gjeopolitike, sepse humbja e ndikimit rus në lindjen e mesme dhe atë në Iran ke parasysh do ketë një ndikim shumë të madh të saj ekonomik mbi të gjitha, sepse Rusia po e shfrytëzon më së miri edhe për përfitime ekonomike dhe financiare, sidomos krizën që ndodh në shkak të këtij konflikti, për impaktin që ka ajo në financat ndërkombëtare, rritjen e çmimeve dhe në gjithë inputet dhe zgjerin furnizues, të cilët në farë mënyrë përkthehen si të ardha në buxhetin e Rusisë, pikërisht kjo rritje e çmimesh, Rusia do të kërkojë përmes Iranit të mbrojë dhe interesat e saj gjeostrategjike të një aleatit të vetë dhe për arsye të një lloj qasje pragmatike në aspektin diplomatik që i bën. Nga ana tjetër, zoti Lezi, në insertin që sapo dëgjuam së bashku, Maria Zakharova përmend pra Fukushima, sa reale është frika për një katastrofë bërthamore në rajon dhe a janë pra